Lojtari Rotkari, e ke frikari. Që mos di që thote e kam që kari jam. Po pra kam frikë thash. Okej. Çfarë do të pyetja tjetër prap nga unë prap. Pse ke frikë? Ose se kam qef. Po pse ke frikë? Ose nuk e kam qef. Që nuk e ke qef është tjetër, pse e ka frikë është tjetër. Po është i frikshëm. Çfarë do t'i bëhet të dashurit thote e Aldi, çfarë do t'i bëhet të dashurit nëse do e kapi duke tradhtu? Asgjë, do të tradhtoj edhe unë me 5 vjet cop. Do ja tregoja çfarë, na biznesmena më të ndryshëm, do ta tradhtoja. Nga 0 te 10 thot Ledian Hysa, pyetje pak e Rika thot nga 0 te 10 thoj sa të pëlqen vetja dhe pse. Më pëlqej vetja o zemra, kupto, po me numër nuk e di që numër t'jap, po që më pëlqej. S'tu të jap me numra. Vetja nuk më pëlqej. Tashin e dim gjithë, edhe si përgjigje, po edhe si pyetje besoj. Thot dikush anonim. Hamër ti se a je bë pishmaqe ke shpinë me atë filani thot. Boll. Do hiki po boll. Hamër tash po e dim gjithë, më po thjesht thuj po, jo. Nuk du me fol, fare, s'kam qëtë. Nëse do bëje muzikë, thot me cilën nga këngëtarët e estradës shqiptare ose këngëtarët do doje të bashkëpunoje? Që do kisha qef që të bëja muzikë. Pa. Me Ronelën. Ronela Hayat. Leoni thot, o Grec pyete Erika, thot sa ndërhyrje ke bërë në trup, thot, sa botox, çfarë janë këto SpongeBob e këtë gjë. Kam bërë vetëm fytyrën, asnjë gjë tjetër. Një gocë thot, pyete çfarë ndryshoje për jetën tënde, edhe kur do e bësh hundën. Hundën do e bëjnë dati 25, kurse për jetën se dim çfarë do ndryshonte. Se i vjesh Greta sekretari personali i trupit tim, te jeta ime për momentin nuk do më ndryshoj gjë, po më vonë mund të ndryshoj shumë gjëra. Ka ardhur një pyetje shumë e bukur nga i gocë. Po është anonim, kjo ja po e ke, se çfarë dalë emri, po ja është gocë. 2 pyetje thot kjo, se i lexoj mesazhin, na shikon, 2 pyetje thot, një për Grecën dhe një për Erikën. 2 pyetje thot, po jo për mua, se unë jam gazetari, s'pyete, po megjithatë hajt po e marr konsiderat. 2 pyetje, një për Grecën, një për Erikën. Erika thot, 2 pyetje thot kjo. Jetën nuk e di o zemë, se jetës nuk e diet, po mund dushim gjëra, kupto, po varet sa realizohen, nuk kam një mendim konkret se kur shoh veten pas një farë kohë, se jetës nuk e diet o zemë. Jam tashi, mos jam pasaj. Pyetje për Grecën, nëse Erika do ndryshonte për mirë, thotë, e vlerësoj dhe do e konsideroje si të dashur? Edhe pyetja dytë është pyetjen e bëjë se në fillim fare thotë ishit të mirë, thotë të dy, thotë, dhe se kur e pëlqenit njëri tjetrin. Gjoj sekond tash. Me au tregu si histori. Unë kur e kam njoft këtë Erikën, e kam njoft për me tall karin, për me bë show, për me bë kështu, për me mos me urrejt kot. Po kur e kam njoft kart Casey Gocë dhe kam dash me animue me majt afër kështu me ngrejt. Tashi, unë te jeta ime kur nuk kam as i shoqe, nuk maj shoqëri, nuk du me majt, se du t'jemi drejt për drejt, edhe kur një time s'kam shoqe, se s'du t'jem besprem, se po e thash dikuj shoqe, kam shoqe, po unë qivlaj, kjo e di shumë mirë, unë me t'pas, du t'ja di unë një shok, një shoqe, unë, nëse t'kam qef t'a them, qa t'i them, unë një shoqe, nesër them du, po t'them. Tashi, mundësia me pas dashur, se jetës nuk i dihet, mundësia me pas dashur se jetës nuk i dihej kurr, mund të ekzistonte nëse s'do kishte ndodhur kjo që ka ndodhur. Tashi nuk çado që të bëj kjo për mua prap unë do e kem
besoj armike s'kam për ta pas kur, ras shoqe, po miket mire noshta kështu me çat ke mundsi noshta dhe një muaj se unë kështu jam me njerëzit kur nuk ishe se kur si do që të vi puna, më dhimet vjen kesi gos kur so doja ta kisha pa kesi do që të ishte puna, se di që është fëmijësh, ku digjon ç'a po themi, noshta të gjithë bëjnë gabimet e veta, kur s'do kisha lënë kështu me pas mundësi me i bë mirë do e kisha ndihmu. A kupton? Por që mundësia me pas dashur nuk ekziston. Pastaj në atë kohë kur ne jena njohur, e pëlqeja. Jo se pëlqeja kështu për dashur ose me pas se kjo e di shumë mirë, e keni këtu prezent e di shumë mirë, kena pasi situatë kështu që me thënë nuk saj do jemi dashur, po do ishim dashur. Po që jo se kjo më shduk shumë më atë timen, tralala e trylilyje kështu budalliqesh, edhe nuk ka qenë. Por që nuk ekziston mundësia tashi, mas kësaj që ka ndodhur si do që atje nuk ekziston. E di pse them këtë, se di them unë jo nuk është në shijet e mia, po unë marr parasysh jetës nuk i dihet mund të rish, o vlla, po nejte me Europë, edhe i gur me marr me fut në xhep 6 muaj, mas 6 muajve do me hedh nuk të bëhet, se mësosh, a kupton? Por që jo, nuk ekziston kjo si mundësi. Në para si di e noshta dhe po. Noshta nuk e di. E Dona thot, haj Greca, thot, pyte pak Erika, thot, atë kishe lënë TikTokun për mashkullin e jetës? O zemra, TikToku ka venin e vet, mashkulli i jetës do ketë venin e vet që s'do ketë ndonjëherë. Prit se çam shkruajti Pinjolli. Okej. Pinjolli, çfarë do doje që njerëzit mbanin mend nga ti, thot? Muzikën. Opinion. Samueli thot, për cilin nga çunat e showbizit ke pëlqim? Për Marinin. Klevjo Hasani thot, a ke ndonjë plan për jetën? Me thonë drejtën, që kështë emin kë Klevi, se di që të bëj me jetën, me shtëpije. Po shkoj 20 vjetë që të di, vaj Si Bora thot, pyte pak, thot, a lahet me shampo apo me sapun? Kokën. Se di kokën këmbë, veç ka që shpytja, pyte pak, thot, a lahet me shampo apo me sapun? E përdore të dyja edhe shampo dhe sapunin. La me të dyja. Pyte pak thot hundës që ke ndërmend me bë. Ore, mirë që bëri këtë që ke ndërmend me bë. Pyte nga unë kjo, kur ta bësh hundën, a do e fusësh më në punë të robëve? Vetëm të punë të tua po dhe fus pak. Okej. Ika pastaj çka këtë lojën se na duket vetja si vari karsh, sa tu bë pyetje tu los, më duket. Priti sekond, si anullohet kjo? Një sekond, si anullohet loja? Me to. Gjatë tash. Një gocë duket shumë serioze. Pyete pak, a do heqin e herë këtë stilin e tallavasistes, thot, të kohës qepës dhe të bëhet gocë klasa, apo do vazhdosh si rumune? Për zotin, duket gocë shumë serioze, duket e zgjuar edhe inteligjente. Kaq sa e shoh këtu. Pyete pak, a do heqin e herë këtë stilin, thot, e tallavaistes, që duket shtu si këto gocët e tallavas, a kupton? Të kohës qepës të bëhet. Po këtë që shkon del në për klabe, të ikne për buta, në për çan to Blackbird-ët, apo do vazhdosh si rumune? Është gocë kjo, se unë dalë shumë. Tife, se s'du me të tregu emrin, po veç... Unë dalë rrallë për malla, kupto, dhe kur dalë në për klabe, jo në për tallava, s'kam ikë në jenë tallava. Po, ajo është kuptimi. Dalë rrallë për malla. Qa do bëje, thot dikush, prit se harrova. Ergi Keqi, thot, nëse do ishe në gjendje shumë të mirë, thot, financiare, ekonomike, qa do ishin 3 gjëra që do kishe bë? Ti mundsoja një jetë sa më të mirë, mamit dhe motrave. 2. Kaq, këto. Për tjetë vaj leshin, kisha këto unë në rregull për mu. Se nuk vendos vetëm para mamit dhe...
Sara Braj thot kështu, nëse do kishe vdekur, thoj, këtë do kishe marrë me vete. Grecën. Nëse Zoti do të plotësonte 3 dëshirat në sekondat e tua të fundit thot jetës, cilat do ishin? Të kishin të ishin të pavdekshme mami dhe motrat. Të kishe të pavdekshme. Kaq. Po. Gjeto, a ishe feju në herë me Grecën? Me Grecën, qa po thuti ne jemi shok. Jo. Përgjigjesh seriozisht. Po pra. Unë përgjigje shumë seriozisht kur më pyetën për ty. Ore dhe unë. Rika, ke në lek borç? Jo, as ka marrë ajo jetën tim me lek borç. As do marrë, as nuk kam. Pyet një gocë që thot anonim. Qa shkolle ke bërë dhe në qoftë se nuk e ke vazhdu, i ke ra pishmanit thot në herë që se ke vazhdu dhe a do kishe dasht me vazhdu. E para? Jo. Kam bërë vetëm gjimnazën anëtare. A je bë pishman që se ke vazhdu? Jo, kam bërë vetëm gjimnazën Po të fitojnë në lotari nesër, thot, çfarë do bëje gjë të parë, si do ishte i takim perfekt për ty. Çfarë ka që te lotaria që ndrojnë? Do e grica biletës do ikja farë se nuk du të rri larg familjes time, do të rri gjithmonë afër familjes. Rika, ke tradhtu në herë? Jo. Me Galluksi thot, kush ta ka vënë emrin? Mamacita ime. Ronaldo Troka thot, do futesh për puthen? Jo. O Greca, Anisa Uka thot, o Greca, përshëndetit, lutem ma kthe mesazhi, pyetje ri kur që në Karin Pia. Sa shumë pyetje. Se kuptoj qa pyetësh keni bët, sa? Rika, thot njeri me emrin Vasil. Pyete pak e Rika, thot, a përdor makinë, thot, apo big për me heq lesht e pillit. O kar, besoj se janë që ke qik mrapa ti, nuk ka me big e makinë, janë këshu lazer, gjëra. Nëse besoj të ketë, janë këshu... Big e me të tapu, o zemra. Ja, se janë këshu që vijet sa këshu me letër dhe a jepa jo. Fap! 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 Ti që e ka thonë të bigat e makina, shia rropt. Ore, jap me big dhe me sapun. E unë grot. Me big me sapun? E unë grot. Nuk kam legën për lazës, të ka dojnë një më reklamit i fsharaca. Thot një gocë, anonim të lutem, thuj e Rikës, thot ke shumë trup të bukur dhe gjithçka super, thot, për stilin duhet ta ndrosh. A ke ndonjëherë nërmend thot ta ndrosh stilin? O zemra për stilin këto mund si kam, se me pas mundësi lekshi di racën, më shef më me këtë stilin ti mu. O, Erika thot, a kishe dalë në natë për 1.000 euro? Se di qa them për zotin, varet. Të kishe dalë? Okej. Të kishe dalë një qa? Qa tha qa ishte? Të kishe dalë një natë? Rika, Mateo Dukaj thot, nëse do e kishe kthy kohën mrapa, thot, qa do kishe ndryshu? Ja marrë me robë që s'do t'i jep shumë, i kam dhënë mundësin do më thonë disa robë që O quna, gjithë qa keni pyetje, futët një të Instagrami, Greca Viz poshtë 11, se këtu jam të i ledzu dhe këtu pe pyetjet. Cila, deri në orën 11 kena këtë pyetje. Cila është gjë me të rrezit e i mashkull për ty, thot pyetje pak Erika, thot Pinguini, Karin Pill, 88382511.
Unë të një mashkull ja shoh dhëmbët, dhëmbët ja shoh shumë. A je dentiste? Po. Fiona, përshëndetje, thot Greca si je, nëse ke mundësi të kthesh kohë. Fiona thot, përshëndetje, Greca si je, pyete pak Erike nëse do kishe mundësi të kthesh pas në kohë që mos t'u bëje e famshme në thonjza. Në këtë mënyrë thot që të gjithë nuk mund të marrin fare seriozisht, do ndryshoje thot apo të pëlqen kjo gjë? 50-50. Edhe pyetja dytë thot, nëse mendon që ta bësh krenare mamin ose ku diun, thot pse nuk ndryshon dhe të fokusohesh në diçka tjetër që mund të krijosh të ardhura? Po mundohem të fokusohem tek muzika, po nuk e di sa do e arri qëllimit. Asnjë gjë, Fiona. Po s'keni pse më thoni faleminderit, më por son po ju them vetë që të më shkruani, jo Fiona, je shumë okay. Erika thot, dikush që është anonim thot, çfarë gjëra të pëlqen, 3 gjëra që të pëlqejnë dhe 3 gjëra që nuk të pëlqejnë te i mashkull. Mos ti gënjeshtar, ti i drejt për drejt, edhe ti të gjë troç. Këto. Pyet dikush, o Gles, ti thot, pyet Erika thot, do kishe zgjedh një çun shpifur me G-klas apo një çun me pamje të bukur dhe me Golf 4? Golf 4, tim Golf 4. Jo, zemra nuk merrem dot me këto që ti shoh. Që si ndjej unë, jo, nuk të isha marrë me një që kjo është shpirë dhe ka G-klas. E du një që ma do shpirti, ma do gjani. Pyete pak, jo, këtë po të pyesun se ky e ka bëj pyetje, po është si pa lidhje, po unë po fol më. A i fut në herë gishtat para se me flet? Jo. Gre! Ta mërë se pyetje po të bëj, a i ke fut në herë gishtat? Jo, bëbol, ku? Në lavatrice. Po më pjell me në lavatrice, thot. O idiot, bo. Do me thënë, je masturbu në herë është mohabeti. Jo. Shkrik i O vllai, kjo që do ti goca, fal, që i thu pyete Erikën, a do kishe mbyll TikTokun nëse do vinte momenti që nuk do i pëlqej TikToku. Ngjoj sekond. TikToku në moment kur ngecin edhe nuk kanë çfarë të bëjnë, do e mbyllin se të le vet TikToku. Erika drejt mbylljes ka qenë, se Erika ka qenë live me 100 veta, me 200 veta, çfarë do të bënte më? Ti bo foli ky. Erika, Vetari. për ty më mirë, a do ishe lidh me i çun të virgjër apo me i çun që ka eksperiencë? Ai si fshara të bura, do folësh tamam tash e bë. Me një që ka eksperiencë, me një që nuk ka, nuk do së zdiu, mos zgjidh ai që do. Po pyesi me njërin aty, merri një t'ju mësoj të dyve. Po mora të tjetër, vetëm edhe tjetër që do të diq nga ai. Okej. Ana thot, përshëndetje, thot Greca, pyete Erikën, ti je shumë e mirë, thot, pse bën shumë filler në fytyrë dhe çfarë mund të bësh ti thot kur të bësh 40 vjeçe? Po zemra mund të bëj shumë gjëra kur vetë 40 vjeç, nuk kam vendosur vetëm filler tani, nuk kam vendosur botox. Është një gocë që edhe kjo duket shumë serioze, po do të rri anonim. Pyete pak Erika, thot çfarë do doje ndryshoje tek vetja? Që mos të jem shumë që të besoj të robë, se s'po ndje për momentin si thuhet, mos t'jem shumë naive. Okej. Ta heq të gjë nga vete ime, por nuk e heq dot, sepse të heq dot, se di, nuk kam një gjë konkrete që ta them, nuk e heq dot si gjë. A do me Geno Bresa thot, a do ishe martu me nejt huj? Jo. Jo, se nuk di anglisht, jo për gjo se disha isha martu. Një tjetër, një pyetje vjen, thot, kush merr telefon që ja shifsha familjen pill? Asnjë telefoni tim si binje njësi. Greca ka 11 e ka emrin kjo që pyet.
Pa na çau karin do t'i ra telefonin, dhe kush është ai rrëpshimi që të merr telefon? Nëse po vi një herë i drejt, po shoku se kam dy O, pushim pa na merr vëllai, shif, jo. po jeta ankësha zemrën, o, çuni më i mirë. O, vlla, thot, Gjesi, është gocë dhe thot, o vlla, thot, pyete pak Erikën, thot, pse nuk ri serioze, thot, se po bëjmë abet tamam, thot, se po pëlqen shumë si gjë kjo sot, thot. Po pra, do e bëm gjithmonë kështu, Grelce. Po jo gjithmonë, se do të marr veç ty në intervistë, po do e bëj gjithmonë kështu për me njerëzit. Po ndoshta do të bi radhave ty dhe tjetrit, por që gjithmonë kështu do e bëj, do marr pyetje nga njerëzit, për shembull do nxjerr. Sot them do kem Erikën, pas nesëri tjetër, do i kushtoj të paktën 1 orë kësaj pjese, unë do bëj live që kam bërë gjithmonë, po 1 orë do fus në Europë kështu thjesht me bën njerëzit, se kam sa gjëra që duhet më bëj. Është një gocë. Po ikë vjen karikim. Ika se 1%. Dhe karikim, hajde, sa të marrë këto dhe 10 minuta. Po më shti, grita dhe, në dhomë, i Ec shpes në 10 minuta kohë kena, se më kam pyet sa goca dhe s'du me ja lënë kështu se ngjan keq. Prit. Po e kam dritën e kështu më është dje këtë dhomë. Po sa të marrim pyetje të paktën. Se 1% kam, se po më fik nuk dizet më. Prisa ta vendos. Adela Gjokoli thot, o goca, unë ja lexoj gjithve emrat, e kush nuk do të çuna se goci s'do mi dal emri thot anonim. Adela Gjokoli thot, pyete pak të na thot 3 gjëra të mira thot që i pëlqen te Greca. Është pozitiv, di me maj qoqërin, edhe nuk t'i hap sekretet. Jenniferi thot, përshëndetje Greca thot, pyete pak Erikën kur shkosh 30 vjeç, a mendon se do i bish pishmanit për gjërat që tu bë? Jo, më zemra, se janë gjërat e adoleshentës ka lidhja, kupton. Base për rob, po për gjërat të tjera jo. Jo, prit se është anonim, kjo se s'do me dalë dikur se duket serioze kjo robi. Një pyetje për ty, thot. Okej, që ka për mu, një pyetje për ty, mendon që Erika të do ty me të vërtet, po nuk e tregon? O, ti goca që më ke pyet mu, unë mendoj që Erika më do me vërtet dhe mendoj që edhe e ka tregu. Që thot, që po jam make-upiste. Thot dikush, Erika thot, ambush ta erujte makina se lidave këto që vinë kështu? Po, unë një po kam mush mami. Pyetje tjetër, thot, pse se mbyllin këtë intervistën se na çat karin? Nga mbyllë për se na qava. Për shaka se e tha shumë këtë. Idiot. Thot dikush që besoj se është gocë, private, 3-7, thot, nga i gjen lekët për gjitha gjërat që bën, thot, vetullat, dhëmbët, tatut, se ke thënë, thot, që s'ke dhe je prezentu si gocë me gocë allergjie më. I kam bërë me reklam. Datë 25 dhe bëj unë, në ti goca që më pyte këtu kur të bëj. Ky çuni duket serioz, Arenci Sufe thot, ç'a bone o Grec? Pyete pak Erikën thot, pse nuk mundohet sillet dhe serioze pak më mirë të fokusohet te muzika, thot se duket gocë mirë. Po më pas ke shkruajt në vllah, mos ma lexoj emrin. Po rëmbehet shpejt, thot mos ma lexoj emrin në vllah FLM. Po ma shkruani fillimat e parë. Po unë du me fokusu te muzika, po nuk kam lekë me fut muzikës. Ç'a të bëj? Po mirë. Me pas të kisha fut. Mirë, atë bëj pyetje ti, pse s'ja lë ti këtyre producentëve, këtyre tek shkruajnë e herë vari leshtë të bëjnë muzikë, tekste. Se si t'ja lësh në fillim, si t'ja lësh në fund, si të pagush lekë, si ta marrësh me merit, prapë do të shikto se janë për t'ju shiro në pill. Më mirë, leja që në fillim e hyj karrierën tamam. Të kapësh vetëm vari leshtë, do thonë njerëzit je qi fillim, po ç'i shiro. Çfarë bëshin ti vë? O Greca thot të vdek fisi, po pse më të shifsha familjen në pill, o ti shifsha rop ngoj, për çfarë më vdek fisi më rëpshim? Po çmen ky. Të vdek fisi, po më plasi kari mu të fisi. Pak e mos vdesi familja, po fisi vari kari, di çfarë më bëm. Shkojmë varrim. Ai pilafi.
Po pse në Sofisin ti, mo zemra? Thoja nëna babi, se kam qef fort ato. Ka në babi ti. Erika thot njeri ta shifsha hallën pill. Amin, o lale. Merë dhe babi me vete, i kini një gang bang, dy. Këta e tha Greca, e dio. Greca, ti si jetë si halla i. Ka më të hallë me malo, kështu, ashtë si puna jota, jo. Erika thot kena gjujt natë i live thot që e ke shah hallën me fise, me rope, me qa, është e vërtet thot që e ke ropshime? Ashtë e vërtet shkum. Aj! O Grec, pyte pak Erika thot, a ngjan me hallën? Jo, laq, jo se në gjajt, në përpamje në gjajt qik. Po, pa për këshu, për karakter, ma me nga këshu në fes, ma jo. I gjaj pak në pamë. O Erika thot, a do kishe shku me në shtetë e Europës me punu me pika? Jo, zemrës, le mami. Erika thot, nëse s'do kishte ashi mashkull në botë, thot, për me shku me bë marrëdhënie, qa do kishe bë? Gërbosh e lesbik. O, Greca se le nam, ti po mos kishte meshkull, nuk do ekzistot asë jo gjëja, kupto idiot, qa fërë, e më të rësia jo. O Grec, pyte Erika në është transët se jam kurioze. Jam trans. A është trans ta? Pyte pak Erika, a jam transët, a është transët se jam kurioz? Po. Jam Marko. Landi kozmetik thot. Kuptoj e pak. Landi kozmetik thot. Qa O bone Landi, Grec? ajde si dhe gjuaj. Po jo më ti dreq. Landi kozmetik thot. Qa bone Grec? Pyte shtrigën e barbardhës, qa stilit pëlqen? Are, se apo me sonde, si ara konde. Më. Are, thash. A pra, Po pra thash. qa the? Së di. I shiu motrë njeri të doki, stal, doki me kë. Doki stal, s'kisha në gjune herë, shia, rëpjë. Ja po, danki. Donki. Eva thot, edhe është, o Grec thot pyte pak Erikën, pse në fillim thot i qeshe si e pafajshme? S'ka lidhje si e po fash, mo zera, po ndryshoj roli. Dikush thot, anonim thot, pyte Erikën thot, a vjen me mund më tur thot, ti shkruaj dhe t'ja 500 euro nëse bësh shoqërusja ime është çun. Ku jeti o Lali? Vive Grecën. Adela thot, pyte pa, o Grec thot, përshëndetje, pyte pak Erika thot, a është mirë njohëse thot që e ke ndihmuar apo nuk mendon se ti e ke ndihmuar në disa momente apo jo thot. Edhe Nuk mendoj. në disa momente s'ke qenë dhe pse në disa momente thot s'ke qenë falenderuese. Nuk mendoj. Qa nuk mendon? Se m'ke ndihmu. Okej. Je shumë i mirë Greca, respekte. O Greca ka shkujt një qunë me emrin Jackson, ma heq mandjo, thuj Grecës, thot. Për një sekundë se erdhi një anonim të lutem, thot, sa lek do t'ja lësh Grecës, pagesën thot direkt nga Dubai. Jo vllai. A do ishe martu në herë se ma dha kam një gocë të një moderatore, edhe në pyetje thotë a mendon se do të marrin një djalë beqar, po me që bëri këtë pyetje kjo po ta rregulloj pyetjen dhe po të pyes.
A do ishe martu në herë me një burr të martuar, që ka fëmijë, po është i ndame këtë gjë? Është i ndame? Jo. Ka fëmijë kështu? Jo. A do kishe majt në i lidhje o Erika veç për metal trapin? Po, a kështu është qef. Okej. Fuck and go, si është kjo lidhja këtë? Po. Kështu. Po, kisha majt, për respekt i erë. Okej. Are, gumar. Qa bërë? Ke thonë, jaj, dole më zupe, aj. Ke thonë, ndonë si aj. A do kishe bërë, thot dikush, a do kishe bërë, pa i shive rade por të na bë si këngëtare, tash ne jena në mikrofon, ne jena këtu në studio se shiva kurve zora për jashtë. A kene mikrofonat të jo, është këndoj ori qik. Kam. Pyte Erika thot, a do kishe të... Okej, këtë pa. A do kishe shku me nej plak për eksperiencë? Jo, se i me lak qo, se i Po me të pages? rasëm. Po me pages? Jo, ore jo. Qa thonë të mu? Au quna, po mos u bëni kajt e bila. Pyeteri, Po leni këto pyetja, por je vjeqër si je vjeqër, kur e ke heq, kur se ke heq, kari pjell. Relindi thot mu këshu, pas ka shkujt, pas ka shkujt në fund pyetja o karë. Relindi thot, o gre, sot pyetje pak Erikën, thot, nëse do kishte pas mundësi, thot, me dhën leje me mi shi mu rob të shpis, thot, merë si pas gjatësi, thot, a do kisha ardhë mi shi e rob? Por Elind, do vija me ta shi komplet familjen e qatë kishe në shpi, ma të rëshim, shkruket i mu këto pyte o karë, o të shift kari rob, o të shift kari familjen, o të i shift sha rob në gojë rob shim, pjellë madre, pyte o karë, y të shift sha rob në gojë se të shiva babin mund matër e shirë. Hara, do me të pytë më pjellë rob. Qatë ka thënë në bilet? Po ka thënë pra? Qatë ka thënë në kjo? Të pra, nëse do kishte mundësi Erika me dhënë leje, a do mi kishe i shi rob të shpis, si pas gjatësi, se kjo dashka me regull. O vlla, nga me i shkurtrit e me i gjatja, po nga me i gjatit e me i shkurtrit. Kam sërzisht. Që nuk e si aj, dole bazi aj, si aj, ajde O ore Erika, nga qa qyteti, mër nga qave kari, nik të shi, përrik, po leje të shi të nga bësi këngëtari, kari pjell. Po bësi mu dalash mes emisionit, karin pjell, dhe nënë si haj, bëthëm do ma qaj, karin pjell, po leje të shi, ka besnik shumë. Po ishte publicitet, o idiot. Po do flasim serios, a të folim serios. Pa publicitet. Karin pjell, për tem. O Flori, na qave karin, o Flori, mo na qo pika se na qave karin nër burë. 700 pika, i kërë rrët karin, tu na qo pika këj me të ledzu mesajin. O Greta, Flori dashka me tangull në duke. Qa kari? E kënda më një për të në Flori në duke. O kjo me këfare, mo. O Greta, ta bëjë një pyetje të tashi personalisht nga trupi. Jo. A ke mendu vete në herë? A ke mendu vete në herë me u fut Portugali? Jo. Qa jo, pëtolla? Po si du më që du me shkull pësër, a na mungon audienca në i shifsha rop, kam 2200 veta live, njerëzit, qa jam këto përputhen, përpusa, ditëm keni qa karin shumë.